Shqipëria ka shkëlqyer në kampionatin evropian të mundjes, që po zhvillohet aktualisht në Slovaki, duke siguruar 2 medalje. Ari për Çerman Valiev dhe bronz për Zelim Khan Abakarov. Megjithatë, feste po arritjen historike të Valievit u zbe nga një incident i rënd gjatë ceremonisë së ndarjes së medaljeve. Presidenti i Federatës Ruse të Mundjes dhe njëkohësisht dhe zëvendës presidenti i Federatës Botërore të Mundjes, Mikhail Mamashvili, shfaqë sjellje të pahishme ndaj kampionit shqiptar. Ai vendosi medaljen Valievit me një gest të shëmtuar dhe e quajti atë tradhtar të dheut. Vet Valiev e ka konfirmuar ngjarjen në një prononcim të dhënë për Match TV. Mikhail Mamashvili me quajti tradhtar të dheut, ishte i hutuar, ju afrova për të sqaruar, por organizatorët ndërhyn dhe më larguan. Gjithçka është realizuar në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Kam paguar 5.000 euro për Federatën Ndërkombëtare dhe po aq edhe për Federatën Ruse të Mundjes. Nuk kam shkelur asnjë rregull. Kujtojmë që Çerman Valiev, i cili në vitin 2024 mori shtetësinë shqiptare, është tashmë një figurë historike për sportin shqiptar, duke fituar medaljen e parë olimpike për Shqipërinë dhe tashmë edhe titullin kampion Europe.